U futa gabimisht në namazin e ikindis me xhamat me niyetin e namazit të drekës. Pastaj u kujtova se është ikindia. Çfarë duhet bëj? Po, niyeti është kusht që duhet jetë para fillimit namazit. Dhe si i tillë nuk mund të ndrohet gjatë namazit, sepse këto janë namaze farze dhe kërkojnë nijet të veçantë. Ky namaz i tillë mund të shndrohet vetëm në namaz vullnetar, sepse namazet vullnetare ose nafile nuk kanë nevojë për niyete të veçanta. Dhe në këtë rast je përballë dy zgjedhjesh. Ose ta vazhdosh këtë namaz dhe ky do jetë për ty nafile, dhe pas mbarimit ti të ngrihesh me nijet të saktë dhe të falësh namazin e ikindis, por do jetë pa xhamat, përderisa namazi ka mbaruar, pra namazi me xhamat ka mbaruar, ose ta ndërpresësh namazin dhe të futesh me niyetin e ri për të kapur pastaj edhe pjesën e mbetur të namazit imamit, dhe në këtë rast do jetë namaz me xhamat.